Qytetarët e Mitrovicës dhe të gjithë rajonit nuk kanë më nevojë të kërkojnë trajtime reumatologjike në Prishtinë apo vende të tjera, pasi ato mund të bëhen në spitalin e Mitrovicës. Reumatologu Fidan Berisha thotë se të gjitha shërbimet reumatologjike ofrohen tashmë në këtë spital. Fal përkushtimit të stafit profesional dhe bashkëpunimit të ngushtë me kolegët e tij. Berisha flet për përkushtimin ndaj pacientëve, për llojet më të shpeshta të sëmundjeve reumatologjike, si dhe për shkaktarët kryesorë që çojnë në zhvillimin e tyre. Sipas tij, qasja e hershme dhe trajtimi i duhur janë çelësi për menaxhimin e këtyre sëmundjeve, të cilat jo rrallëherë ndikojnë ndjeshëm në cilësinë e jetës së pacientëve. Punoj që nga viti 2018, ku dhe për herë të parë ka fillu shërbimi reumatologjisë në kuadër mjekësisë interne, tripartit mjekësisë interne, dhe që nga e kohë ne i kryjmë të gjitha shërbimet reumatologjike. Sëmundjet reumatike në fakt në vete përmbajnë një gamë gjanë sëmundjeve, që kërkojnë diagnostikim sa më të hershëm, trajtim sa më të hershëm dhe të saktë, në mënyrë që invaliditeti dhe gjatësia të jetë sa më pak dhe gjatësia të jetë sa më e lartë. Pra, me një fjalë, cilësia e jetës të rregullohet në pacientave dhe shëndeti i përgjithshëm të jetë i kënaqshëm. Se kem përshtypjen se informimi i popullatës e regionit Mitrovicës nuk është aq i mjaftueshëm, për arsye se ne informojmë gjitha shërbimet e mundshme reumatologjike të cilat ofrohen edhe në Kosovë. Pra, gjithë pacientët e këtij regioni, shfrytëzoj rastin që t'ju bëj thirrje, s'kan arsye të shkojnë në një qytet tjetër apo në qendër klinike universitare që të kërkojnë shërbime reumatologjike. Edhe jo, e dini se gjysh shejtani kanë qenë parashikuesit më të mirë të motit, sidomos tek sëmundjet degenerative, po jo vetëm, edhe sëmundjet inflamatore, janë paraprirë përkeqësimi i tyre edhe me ndrimin e motit. Pra, lidhet drejt për drejt me lagështinë, me presionin e ajrit. Nyjet tona apo mbaresat nervore ndodhen rreth nyjeve tona, një nyje e degeneruar, inflamuar, me ndryshim presionit barometrik, tenton presioni barometrik që tërheq brenda jashtë apo jashtë brenda, edhe ngacmimi i tyre manifestohet me dhimbje. Marinarët e vjetër në kohët e lashta kishin një pozitë caktuar nëpër ato anija të cilëndronin, për arsye se dinin 2-3 ditë përpara kur prishet moti. Pra, me këto duhet të them që është e vërtetë që ndron, nuk ka një bazë shkencore që mund të lidhë me patologji, por vetë dëmtimi, ngacmimi i atyre baresave nervore me ndryshimin e presionit barometrik mund shkaktoj dhimbje, përkeqësim të simptomave të sëmundjeve. Ka elemente trashëguese. Mund të themi që në familje të njëjta kanë predispozit që trashëgohet, sidomos për disa sëmundje siç është artriti reumatoid, HLA B-nishi, lupusi, HLA dere 2, dere 3, i kemi spondylar tropatit me HLA B28, këto që pi përmendin ndoshta për opinionin janë të panjohura dhe vështirë të kuptueshme, për neve janë disa alele të gjeneve në trup. Pra, nuk do të thotë që nëse i kemi këto gjene na gjithçka do të smundemi. Nuk do të thotë nëse një antar i familjes tonë ka pas një sëmundje reumatike, ne patjetër do ta kemë, por mundësia, predispozita është më e lartë që të shfaqet në ato familje që kanë këto sëmundje. Këshillat për pacient ne i kemi përditshme realisht. Edhe duhani edhe alkooli janë një ndër veset apo shprehit, nëse mund t'i quajmë, më të këqija sa i përket këtyre sëmundjeve. Duhani mund të themi ndikon një numër të madh të sëmundjeve, sidomos të atyre autoimune, se në vetvete ngërthen një numër të madh të substancave imunoaktive apo ngacmuese, çrregulluese të sistemit imunologjik tonë, ku e dim na se sëmundjet autoimune vetë sistemi imunologjik joni e sulmon vetveten. Po ashtu edhe alkooli ndikon në mënyrë drejt për drejt edhe indirekt, duke ulur, ta themi, funksionin e melçisë apo duke dëmtuar, ku na e dim që rolin dhe rëndësinë e melçisë në organizmin tonë, po ashtu edhe kemi ulje apo ulje të funksionit disa preparateve, që na e trajtojmë sëmundjet autoimune, siç është për themi tani metotrexati, apo edhe bashkëdyzim me metotrexatin shtohet aftësia e dëmtimit të melçisë tek persona që përdorin kronikisht alkool. Pra, unë me plot gojën tani mund ta shfrytëzoj mundësinë dhe t'ju bëj thirrje gjithë atyre qytetarëve që kanë sëmundje reumatike dhe jo vetëm, mundësisht të shijojnë mundësinë të ndërprejnë këto dy vese
dohanin dhe alkoholin, sepse ndikojnë shumë negativisht si në çujinë e sëmundjes, po ashtu edhe në trajtimin dhe menaxhimin e saj. Viteve të fundit, në sistemin e diagnostikimit, diagnoza, përvlerësimi diagnozave apo emërtimi diagnozave në mjekësi është futur edhe Text-Next sindroma. Text-Next sindroma ka të bëjë me formën pozitën e qëndrimit gjatë përdorimit të telefonave, iPadave, laptopave apo edhe qëndrimit gjatë në tavolinë në një kompjuter. Pra, dëmtimet janë dukshme, edhe ne viteve të fundit po i hasim shumë, sidomos të trit, në keq formim të shtyllës kurrizore, sidomos pjesës së qafës, me simptoma të lloj-llojshme. Prej aty në kokë dhimbje të vazhdueshme, pirje të krave, dhimbje, pirje të kokës dhe të ndryshme. Pra, me një fjalë po ndikon në ulje të cilësisë jetës, sidomos edhe të trit.